Pranvera tash trotinetët dhe skuterët elektrik nisin me u përdorë. Prishtina, Peja, Mitrovica, Drenosi, Kamenica dhe Podujeva ishin disa nga komunat të cilat ndaluan qarkullimin e trotinetëve dhe skuterëve elektrik në qendër të qytetit, me qëllim parandalimin e aksidenteve. Krejt këto vendime u morën para vitit 2024. Mirë po, tek në prill të vitit 2024, hyri në fuqi ligji i ri i rregullave të trafikut rrugor. Aty përfshihen disa rregulla dhe gjoba specifike për drejtuesit e këtyre mjeteve, e që dihet që ligji i përfshin krejt Kosovën. Hajde ta shohim se çka thot ky ligj me pak fjalë. Rregullat për drejtuesit e skuterëve dhe trotinetëve elektrik janë këto. Shpejtësia e lejuar për drejtimin e këtyre mjeteve është 25 km/h. Vendosja e helmetave është obligative për çdo drejtues. Mosha minimale për drejtimin e këtyre mjeteve në rrugë publike është 16 vjeç. Zona e lejuar për qarkullim përfshin korsitë e biçikletave apo edhe shtigjet e përbashkëta për biçikleta dhe këmbësorë. Kurse gjobat për shkeljen e ligjit përfshin drejtimi në zonat e ndaluara, si sheshet, trotuaret, apo edhe zonat e mbi populluara me këmbësorë, e që dënohesh 200 euro. E për mosmbajtje të helmetës pason dënimi prej 100 eurosh. Pra, nëse ke trotinet apo skuter elektrik, përdore me kujdes. Për fakte të tjera për Kosovën, mos harro me ndjek Kosovë Facts në media sociale.